Prej disa ditësh në qytetin e Shkodrës ka patur tensione mes bashkisë dhe myftinisë së Shkodrës lidhur me një banderol të vendosur në trotuarin pranë xhamisë Bubekër. Shkrimi i shenjtë i shkëputur nga Kurani për dënimin e atyre që marrin tokën e tjetrit. Mesazhi i cili indirekt ishte për zonën ku po ndërtohet godina 35 kate në qendër të qytetit për të cilën myftinia dhe Kisha Ortodokse së bashku me familjen Laçe kanë pretendimet se janë pronar të tokës. Pas largimit nga policia bashkiake të kësaj platforme nga trotuari, myftinia vendosi një të tillë me përmasa edhe më të mëdha brenda rrethimit të xhamisë Bubekër me të njëjtin shkrim të shenjtë. Policia e rendit ka ndërhyrë në ambientet e xhamisë Bubekër një natë më parë për të larguar banderolën. Lidhur me këtë ndërhyrje, ka reaguar përmes një statusi në Facebook myftinia e Shkodër, e cila ndër të tjera shkruan: "Në këtë atmosferë të shenjtë e të paprekshme, myftinia e Shkodër dënon çdo akt dhune, shkelje flagrante dhe denigrim të pronës private dhe simbolikave tona të shenjta, me të cilët u përballen paradoksalisht mbrëmjen e së dielës, më 9 nëntor 2025. Në 9 nëntorin e shëmbjes së murit të Berlinit, xhamia e Vakëfion i shenjtë në Fushçel." Myftinia e Shkodër garanton besimtarët se dosja plot e kësaj ngjarje të paprecedent do ta dërgojmë pranë organeve kompetente në mënyrë që personazhet e errta dhe hijet e mbetura të së shkuarës dhe dhunimit të vendeve të shenjta të ngelin në sirtarin e historisë, sikurse refuzon kategorikisht gjuhën e papërkthyeshme dhe të papranueshme të cili do që i ka hipur dallgës për së mbrapshti. Pas kësaj deklarate në ambientet e Bashkisë së Shkodrës u zhvillua një takim mes kryebashkiakut Benet Beci dhe kreut të myftisë së Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, të cilët duket se kanë gjetur gjuhën e përbashkët të komunikimit për zbutjen e tensioneve të ditëve të fundit, ndërsa përmes një statusi në Facebook vë theksin tek bashkëpunimi mes bashkisë dhe komuniteteve fetare në projektet zhvillimore në Shkodër. Në një frym bashkëpunimi prita në zyrë myftiun e Shkodrës Imam Muhamet Sytari, diskutuan për projektet e përbashkëta që kemi nisur tashmë në Shkodër, por edhe rëndësinë që ka mbartur muaji nëntor në 35 vjetorin e rikthimit të lirisë së besimit në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë. Bashkia Shkodër dhe myftinia, si dy institucione që përfaqësojnë komunitetin dhe banorët e Shkodrës, janë bashkë për të përcjellë mesazhe bashkimi, zhvillimi, rregulli dhe frym tolerance që Shkodra e ka dëshmuar gjithmonë. Nuk dihet nëse ky takim do të jetë zgjidhje përfundimtare e tensioneve apo një zbutje përkohshme.